Përshëndetje shenja nga Forez. Kjo është panorama e interpretimit javor. E java për ju nis me kartën Lejleku. Lejleku është karta e ndryshimeve pozitive dhe e përmirësimit gradual. Lejleku tregon se diçka në jetën tuaj po lëviz drejt një faze më të mirë, edhe nëse nuk i shihni të gjitha rezultatet. Lejleku shpesh shfaqet kur një situatë që ka qëndruar e palëvizshme fillon më në fund të transformohet. Energjia e lejlekut është e butë, por është shumë premtuese. Kalorësi. Kalorësi sjell lajme, sjell informacione dhe lëvizje të shpejta. Mund të merrni një mesazh, një ftesë ose një zhvillim që ndryshon ritmin e javës. Kalorësi gjithashtu tregon se gjërat nuk do të mbeten në vend numro dhe se një mundësi ose përgjigje është rrugës për ju. Kalorësi sjell freski dhe dinamizëm në ngjarje. Zambaku. Zambaku flet për qetësi. Zambaku flet për pjekuri dhe harmoni. Zambaku ju thërret të mos nxitoni dhe të mos reagoni emocionalisht ndaj çdo situate, sepse përmes durimit dhe maturisë mund të arrini më shumë se sa përmes presionit. Zambaku sjell gjithashtu energji pajtimi dhe ekuilibri në marrëdhënie. Dielli. Dielli është një nga kartat më të mira. Dielli sjell sukses, qartësi, gëzim dhe ndjesinë se gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur. Situata që kanë qenë të paqarta mund të ndriçohen dhe të japin përgjigje konkrete. Dielli tregon se ka arsye për optimizëm dhe besim. Tërfili. Tërfili është karta e fatit të vogël dhe e mundësive që shfaqen papritur. Mund të ndodhë diçka e këndshme që ju sjell buzëqeshje ose lehtësim. Edhe nëse është një zhvillim i vogël, ai mund të ketë ndikim pozitiv në humorin ose planet tuaja. Kjo kartë ju fton të jeni të hapur ndaj rastësive të favorshme. Qeni. Qeni simbolizon besnikërinë dhe mbështetjen e sinqertë. Gjatë kësaj jave mund të kuptoni se një person i afërt është më i gatshëm t'ju ndihmojë nga sa mendoni. Miqësitë dhe lidhjet e ndërtuara mbi besim marrin rëndësi të veçantë. Qeni ju kujton gjithashtu se nuk jeni vetëm në atë çka po përjetoni. Spiranca. Spiranca e mbyll panoramën me energjinë e stabilitetit dhe sigurisë. Duket se pas ndryshimeve dhe lëvizjeve të javës, ju arrini në një pikë ku ndiheni më të qartë për drejtimin që po merrni. Spiranca flet për diçka që ka potencial të zgjasë dhe të ndërtohet mbi baza të forta. Spiranca sjell ndjesinë e qetësisë pas lëvizjes. Sfida e javës për ju është karta lojra fati. Pra, kjo kartë nënkupton të mos mbështeteni vetëm te fati ose te shpresa se gjërat do të zgjidhen vetvetiu. Disa mundësi mund të duken joshëse, por do të jetë e rëndësishme të dalloni mes një rreziku të arsyeshëm dhe një veprimi impulsiv. Bekimi i javës për ju është karta Cikle. Ky bekim ju kujton se çdo gjë ka kohën dhe ritmin e vet. Ndoshta një situatë që duket e ngadalt mund të jetë thjesht në procesin e saj natyror të zhvillimit. Pra, kuptimi i këtij ritmi ju ndihmon të keni më shumë durim dhe besim tek ajo që po ndërtohet. Në Prism Oracle kemi kartën ndërprerje. Kjo kartë tregon se një ndryshim i papritur mund të trondit përkohësisht planet ose pritshmëritë tuaja. Megjithatë, unë do të thoja se jo çdo ndërprerje është negative. Ndonjëherë ndërprerja vjen për të thyer një rutinë ose një situatë që ndoshta nuk po ju çonte më përpara. Kjo kartë gjithashtu ju thërret të qëndroni fleksibël dhe të mos rezistoni ndaj ndryshimeve të nevojshme.
Pra, kjo javë sjell lajme, sjell mundësi dhe zhvillime pozitive që ju afrojnë më shumë drejt stabilitetit dhe qartësisë. Edhe nëse diçka e papritur ndryshon planet tuaja, rezultati përfundimtar unë mendoj se mund të jetë në favorin tuaj. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: ndryshimet sjellin bekime kur i lejoni jetës të ndjek ritmin e saj natyral. Paç.